Kryeministri Edi Rama ka folur me kritika të ashpra ndaj opozitës duke theksuar se me 11 maj ditën e zgjedhjeve do të dalin në dritë të gjitha të vërtetat. Gjatë bisedës së tij në rubrikën Sy më sy me ndjekësit në rrjetet sociale, kreu i qeverisë holli akuza ndaj opozitës duke cilësuar atë si qamet të madh dhe duke pohuar se nuk kanë as parti të organizuar. Ky problem nuk zgjidhet nëse partia në fjalë nuk kupton që është në pikë të hallit dhe nëse ata të cilët e mbështesin partinë në fjalë nga pasqyrat e kënetës, nuk vën gishtin në plagë, por e kërkojnë plagën gjetë. Nëse ata që mbështesin nga pozicione jo drejt për drejt partijake, atë farë force, vazhdojnë me teoritë që këtu s'ka zgjedhje, këtu loja është e mbyllur, këtu didada, këtu didadi, këtu krimi, këtu këto, nuk zgjidhet. Sepse këta janë kaq qesharak sa që gati 1 milion shqiptarë i trajtojnë si të lidhur me krimin, i trajtojnë si njerëz që janë shitur, i trajtojnë si njerëz që blihen, i trajtojnë si një çmenduri totale. Dhe prandaj nuk zgjidhet. E vetmja zgjidhje është ajo që ata vetë, domethënë ajo parti vetë kuptoi që duhet ta zgjidhë, përndryshe do mbetet e pazgjetshme dhe nuk do zgjidhet kur nga shqiptarët. Kur. Nëse nuk ndryshon. Ky do të qëndrojë këtu si simbol i një fitoreje të paharrueshme. Fitoria me notën 10 e 10 në radhë për ne mua dhe Partinë Socialiste. Në këtë zgjedhje përmes mbështetjes së Partisë Socialiste, shqiptarët do të japin mesazhin e qartë Brukselit se ata duan të bëhen qytetarë të Bashkimit Evropian, vijoi më tej Rama. Po bëjmë një rrugë në dy punë. Patjetër. Po japim një mesazh të qartë shqiptarëve, po japim një mesazh Brukselit. Po përpiqem të japim një mesazh Brukselit duke shpresuar dhe besuar që shqiptarët do ta mbështesin këtë mesazh. Dhe në 11 maj Brukseli do të marrë mesazhe shumë të qartë që një shumicë përtej shumicës thjesht aritmetike partijake kërkon antarësimin. Tani është një mesazh që shqiptarët mund ta japin. Nuk bëhet kollaj dot, në mos nuk bëhet dot fare në një vend tjetër, një fushat e një forcë në qeveri me flamurin e BE-s, për 1001 arsye. Gjërat po ndryshojnë, BE-ja po fiton shumë popularitet brenda BE-s për shkaqe të sigurisë, të nevojës për siguri, por nuk bëhet shumë kollaj. Dhe mesazhi duhet të jetë shumë i qartë. Ne shqiptarët, ne populli shqiptar, ne qytetarët e Shqipërisë duam të hyjmë në BE tani. Një reagim e pati edhe për akuzat e Partisë Demokratike lidhur me kopimin e programit elektoral të opozitës për zgjedhjet e 11 majit. U kopjua programi. Kjo e kopimi i programit është gjëja më qesharake në botë. A thua se bëhet fjalë për ndonjë kod atomik. Thua se bëhet fjalë për ndonjë kod kasaforte të ndonjë sekreti, kodi Da Vincit. U kopjua kodi Da Vincit, o zot. Dhe megjithëse u qajnë halli pensionistëve, nuk japin kontributën e tyre që të përfundin e sigurisë shoqërore. Këtu është niveli i banalitetit dhe hipokrizisë këtyre lloj krijesave kënaqëtore.